Ndodhem këtu tashmë në bllokun e intervistave me një këngëtare tepër të njohur dhe mjaft seksi gjithashtu. Ajo është Iva Aliko, e cila sapo performoi këtu në Shkodra Fest me këngën e saj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, e dashur. Përshëndetje. Kënga jote titullohet Qyshe bojnë ana, apo jo? Po. Pse ky titull për të marrë pjesë këtu në Shkodra Fest? Ideja kujt ishte? Ideja jote apo e Ishte ideja e kompozitorit, jo ideja ime. ideja e kompozitorit? Me çfarë fjalë do të them për sa i përket edhe kompozimit? Kush është marrë me kompozimin, me tekstin, me gjitha këtu në përgjithësi për sa i përket edhe këngës? Kompozitori më i njohur, Marik Damboja. A mendon se do të votohet kënga këtu në Shkodra Fest? Mendon se do të pritet mirë nga publiku? Besoj se po. Nuk është në dorën time, është në zgjedhjen e publikut. Kush ka qenë në shtysa më e madhe për Ivën për të marrë pjesë këtu në evenimentin e Shkodra Fest? Nuk e di, ndonjë i afërm, shoqëria, njerëzit më afër? Veton. Vetëm ti, domethënë ka qenë ideja jote. Iva, është e pranishme në koncerte të ndryshme, jo vetëm brenda, por edhe jashtë vendit. Është e kërkuar Zakonisht në diasporë. zakonisht në diasporë. Dhe si pritet Iva atje? Pritet mirë? Mirë. Cilat janë planet e tua për të ardhmen? Ke menduar domethënë ndonjë projekt për sa i përket karrierës tënde muzikore, nuk e di, ndonjë këngë, një bashkëpunim me ndonjë këngëtar të njohur? Normal klipe, edhe pjesëmarrje për festivale të ndryshme. Mendon ndonjëherë të eksperimentosh me rrymën muzikore në cilën ti performon? Nuk e di, të shkëputesh pak nga rryma muzikore në cilën ti e gjen veten më tepër, ndoshta tek një rrymë tjetër? Po, eksperimentit i kam gjithmonë në pjesë të mia, edhe besoj se po. Në vazhdim po. Okej, në rregull. Gjithmonë domethënë në pjesën më të madhe të rasteve ne këngëtarëve bëjmë pyetje vetëm për karrierën muzikore, por në këtë rast me që je edhe femër dhe mjaft e bukur, seksi gjithashtu, unë do doja të pyesja kush është marrë me lookun tënd, domethënë kush është kujdesur për sa i përket veshjes tënde, make-upit, gjitha këto në përgjithësi, sepse normalisht marrësh pjesë në një eveniment siç është edhe Shkodra Fest, sigurisht që duhet kujdesur edhe për lookun, apo jo? Kush është kujdesur në tërësi? Parukieri im Artur Muça. Dhe që e falenderon sigurisht. Sigurisht. Atëherë Iva, një përshëndetje për gjithë ato që duan të votojnë këtu në Shkodra Fest. Një mesazh Më votoni. për dërguar në gjysmë finale, pse jo, sepse po afron edhe faza, apo jo? Po. Për gjithë juve që doni të votoni Iva Aliko këtu në Shkodra Fest, të dashur miq, mund dërgoni mesazhin tuaj në SHF bosh emrin Iva Aliko dhe mesazhin ta dërgoni në 51115. Iva, të falenderojmë, suksese. Faleminderit. Ndjekim intervistën e radhës.